Përshëndetje, sot duhet të prezantoj një proces shumë të rëndësishëm dhe është pikërisht lidhja e procesit të dehidrimit dhe procesit të demanizimit. Çfarë do me thënë kjo demanizimi? Ndoshta është koncept komplet i ri për juve, sepse nuk i takon sferës në të cilin ne jemi, por unë kam bërë një paralelizëm midis fenomeneve që ndodhin në trupin e njeriut, fenomene natyrore dhe fenomeneve që ne i krijojmë vetë. Në fund të fundit, këto nuk kanë asnjë gjë të veçantë nga njëra tjetra, madje do të gjeni shumë gjëra të përbashkëta për mënyrën se si lëngjet lëvizin në trupin ton dhe për mënyrën se si ne jemi të aftë të harxojmë më shumë para se sa mundemi të sigurojmë. Për ta kuptuar më mirë këtë, kam idenë që ta vizualizoj në dras në mënyrë që të jetë më e kuptueshme për të gjithë dhe paralelizmi të duket më qartë midis procesit të dehidrimit dhe procesit të demanizimit. Le të vazhdojmë. Po vizatoj këtu njehen gjaku. Pra, siç e dim të gjithë, njehen gjaku ku brenda është plazma edhe elementet e tjerë të gjakut, eritrocit, leukocit, trombocit e tjerë. Pra, e shikojmë që është pjesa e enës së gjakut. Plazma, që nuk është gjë tjetër veçse një likid që bën transportin e elementeve dhe këtu kemi eritrocit, leukocit, trombocit. Gjithashtu, përveç se sferës intravazale, kemi edhe aspektin intracelular. Prandaj po vizatoj disa qeliza. Dhe siç e thot dhe emri, intracelular do të thotë që janë brenda qelizës. Kemi edhe hapësirën midis qelizave ose hapësirën intersticiale. Për shembull, midis qelizave është hapësira intersticiale. Dhe këto janë qelizat. E të ndryshe, kemi hapësirën ekstracelulare dhe intracelulare. Me thënë brenda qelizës dhe jashtë qelizës. Dhe te hapësira ekstracelulare bën pjesë hapësira intersticiale dhe normalisht edhe plazma, ndërsa tek hapësira intracelulare bën pjesa brenda qelizës, por edhe eritrociti, për shembull. Çfarë ndodh kur në trupi jon humbet më shumë lëngje nga hapësira ekstracelulare? Do të thotë që uji humbet me sasi të madhe dhe në pjesën ekstracelulare qëndron natriumi me sasi, me tepëricë, dhe automatikisht pasohet nga një hipernatremi, pra niveli natriumit në gjak është shumë i lartë. Dhe çfarë ndodh, sepse natyra nuk e pranon këtë disbalancë, kërkon të vendosi parametra të njëjtë, balancet, ndodh duke qenë se uji ka humbur me sasi dhe sasia e natriumi në këtë zonën ekstracelulare shumë e madhe, ndodh fenomeni që të vi uji ka humbur, kemi sasi të madhe natriumi, ndodh që uji nga hapësira brenda qelizore të vi në hapësirën jashtë qelizore për të kompensuar balancet, siç e përmenda. Çfarë ndodh kur nuk humbet uji, por humbet natriumi me sasi? Në këtë rast kemi një hyponatremi, sepse natriumi ka ikur me tepëricë në krahasim me ujin dhe uji ka ngelur me sasi të madhe këtu në hapësirën ekstracelulare. Ashtu sikurse e përmenda, natyra nuk i lejon këto disbalance dhe kërkon që të vendosë një balancë. Dhe çfarë do të ndodh, duke qenë se është një sasi e madhe uji në hapësirën ekstracelulare, kjo sasi e madhe uji do të ketë tendencën të futet në hapësirën intracelulare. Pra nga kjo pjesë do të shkojë në hapësirën intracelulare që të balancojë osmolaritetin në pjesën ekstracelulare. Ky është një informacion që jam e sigurt që dhe ju e dini, thjesht një rikujtesë për ta lidhur me procesin e demanizimit. Konkretisht le ta shikojmë këtë. Nëse këtë pjesën këtu intravazale do ta emërtonim koha jon, edhe eritrocitet ose elementet e tjerë dijet që ne kemi marrë. Pjesa intersticiale nuk është gjë tjetër, është vetëse paraja dhe puna. Do me thënë, ne shkojmë, punojmë dhe marrim, paguhemi. Puna që bëjmë. Dhe pjesa intracelulare janë rezervat që ne krijojmë. Krijojmë rezerva për raste të veçanta
kur kemi nevojë të blejmë diçka ekstra planeve, ose kur duam të bëjmë pushime, ose kur duam të investojmë diçka në të mirë të financave të familjes tonë. Mirë po çfarë ndodh? E njëjta gjë si me procesin e dehidrimit, edhe këtu ndodh që paranë që marrim ta shpenzojmë më shumë se sa ajo që marrim. Për shembull, nëse unë marr, supozojmë 50 euro, i shpenzoj këto brenda muajit, 50 euro. Kur marr dhe i shpenzoj, do të thotë që unë ruaj, themi një balancë, por as nuk eci përpara, as nuk qëndroj mbrapa, por ri në vend numëro. Çfarë ndodh kur unë marr 50, po shpenzoj 70? Do të thotë që unë kam prishur ekuilibrat brenda këtyre dy sferave, intracelulare dhe ekstracelulare. Dhe për ta korrigjuar këtë, çfarë bëj? Shkoj punoj më shumë, që të marr më shumë dhe të jap më shumë. Ose kur prap, edhe pse punoj më shumë dhe marr më shumë, nuk më dalin prap këto para sepse unë shpenzoj më shumë, kam një zgjidhje tjetër që do prek rezervat. Pra, më vihet në ndihmë hapësira intracelulare. Dhe në këtë rast, duke marrë rezervat, gjithmonë mund edhe ato t'i mbaroj. Dhe çfarë ndodh pastaj? Shkoj marr një kredi te banka. Duke marrë një kredi te banka, zhytem akoma më shumë në atë faktin e vështirësive financiare. E kundërta ndodh kur unë marr para dhe nuk i shpenzoj të gjitha, por e mbaj një pjesë. Dhe në fund të muajit, për shembull, kam shpenzuar 30, nuk kam shpenzuar 50 ose 70, por kam shpenzuar më pak. Do thotë që 20 mua më ngelen më shumë. Dhe kjo 20 që është këtu te prica, do të shkoj tek rezervat, do të shtohen në rezerva. Dhe ashtu si shtohen qelisat, ashtu shtohen edhe parat. Duke i përdorur, duke investuar që ato të shtojnë veten e tyre. Dhe në këtë mënyrë paksohet puna, rritet dia dhe koha që kam, rriten rezervat dhe vetëm në këtë mënyrë mund të shkosh drejt lirisë financiare. Janë elementi shumë të vogla, fenomene të përditshme që ne i shikojmë dhe nuk i vrejmë, por nëse do t'i bësh paralelizmin midis dehidrimit dhe demanizimit, do ta kuptosh shumë mirë se ku dua të dal. Qëllimi është që të rrisim rezervat, të shkurtojmë kohën se kur punojmë punën, të rrisim të ardhurat nga rroga dhe nga burimet e tjera, nga investimet, dhe dia është ajo që na i mundson këtë. Shpresoj që kjo video t'u ka bërë pak të reflektoni dhe është e vetmja mënyrë se si arrini lirinë financiare.